Kemi dëshmu që nuk jemi blokus, për kundrazi, në formë transparente, kemi kërku koalicion nga Lidha Demokratike e Kosovës. Ajo që mund të ju them është që unë e mirëpresh mundësinë e konsultave, cila formullë, cili opcion, tani qëndrimet të ndryshojnë. Ju e dini, unë angazhohem për qeveritë opozitës. Dhe sot, në mungesë e këtyre informacioneve, unë pres ditën e vjem që të marrim informata shtesë. A keni këty një letër që i kërkoni këto informacione se çka Jo, s'ka letër, se s'kemi pas letër, kur ne kemi letër. Por duket hapur që ende mungon vullneti i opozitës për të dhënë kontributin e tyre që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës. Jemi në një situatë ku ata nuk po marrin pjesë në votim edhe përkundër faktit që gjykimi i gjykatës kushtetuese. Opozita po refuzon këtë rast zotja Bizhiku ka refuzuar komplet ofertën e kryeministit Kurtit që tregon që ata pa PDK-n s'po mujnë. Ta është tema më afro mu largu se... Si kemi për propozimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për një qeveri nacionale edhe tranzicionale? Këtë, pra në vend se të ecin përpara, ta propozojnë të shkojnë mbrapa. Vullneti i qytetarëve të Kosovës ka tregu që kryeministri Kurti është lideri më i votuar prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës, më shumë se sa presidenti Ibrahim Rugova, më shumë se sa Vjosa Osmani. Dhe kjo që po them nuk tregon arrogancë, përkundrazi, ajo çfarë propozon Lidha Demokratike e Kosovës është ta themi devijim i vullnetit të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne kemi dëshmu që nuk jemi blokus, përkundrazi, në formë transparente, kemi kërku koalicion nga Lidha Demokratike e Kosovës. Mirë po, ajo po dëshiron që të kthehet mbrapa dhe sigurisht nuk don të ecë para pa PDK-n e Aleancën për Arminë. A do të kërkoni koalicione tjera? Zgjidhja është që të hyjmë tash në sallë, me qenë se gjykata kushtetuese, ose ta themi më mirë, vendimi i gjykatës kushtetuese e precizon qartë që të parit i takon kryeparlamentarit, ta votojmë, pastaj në pjesën tjetër kur fillojnë të rrjedhin afatet, pra fillimisht i joni me 15 ditë, të provojmë pra ta bëjmë qeverinë. Nëse jo, ata e kanë mundësinë dhe nëse jo e dini opsionin tunë, pra janë zgjedhje. Të shkak që thjesht për ta përshkruar me 3 fjali. Janë me të zgjedhjet opsiona apo po nuk mund të qohet rrugë për emrin e kryeparlamentarit sepse ajo është në dispozicionin tonë. Ne jemi subjekti fitues. Pra, nuk mund të thirret në marrëveshje në një konvencion emri cilët i takon pra në këtë rast domon subjektit tonë politik. Ose me i thirr partitë të tjera, sepse fituesi do të ketë numrat. Po subjekt fitues në kuptimin asaj që ne i kemi 48 deputet, që nëse i heqim minoritetet, pra partitë minoritetet përfaqësues, i bie që të jemi, domethënë 48% e përbërjes së shumicës parlamentare. Po nuk është. Ajo po dihet. Po pra jemi partia edhe më e madhe, por edhe fituese. Pse një koalicion që ka propozuar LDK me gjitha partitë shqiptare, do të ishte më pak i dobishëm se sa një koalicion veç me LDK-n që keni propozuar. Sepse kjo na kthen mbrapa. Çfarë aspekti mbrapa? Kjo na kthen mbrapa sepse të tilla raste bëhen në gjendje të jashtëzakonshme të luftës së tragjedina çadion. A kupton? Pra, dështimi i 10 me radhë është i zakonshëm po thonë. Jo, nuk është i zakonshëm. Dështimi i 10 me radhë, mos harrojmë, nëse e marrim në analogji, për shembull, qeverinë e cila është krijuar nga pane na 6 muaj kemi prit. Përposa asaj natën, në avatar lista sërbe në ora 12 njatë natës nëse ke qenë gazetar atëherë, unë kam qenë deputet, çdo kemi prit edhe kanë votu. Edhe diçka tjetër, dua të përmend, në analogji vitin 2014, kur Lidha Demokratike e Kosovës e paprishu planin në atë kohë, dhe çka pa ndodhur pas shku në PDK dhe në te lista sërbe, 3 marrëveshje të para kanë qenë. Rana 3-4 muaj të filloi pra themelimi i asociacionit e para, e dyta zavend shefi i AKI-s të jetë nga radhët që përcaktojnë pra lista sërbe, edhe të hiqet para privatizimi në
veriun e Republikës së Kosovës. Ndërsa ne, pra kemi sigurisht me dallimet politike programore që kemi, megjithatë është dashur të ulemi në një tavolinë të diskutojmë. Pra, mos ulja e zotrit Abdigjikut në qoftë për t'i thonë jo, qoftë për të gjetë se duhet të ulesh në tavolinë edhe me mundësi të tjera, pra ku ke dallime ose të tilla gjëra, madje mund të ulesh në tavolinë për ta propozuar për shembull një datë të zgjedhjeve. Kanë frikë nga zgjedhjet në anën tjetër, dhe në anën tjetër propozojnë gjëra kohë. Faleminderit shumë. Ju uleni në tavolinë për qeverinë Jo, unifikuese. nuk kemi çka ulemi, kjo është devijimi popull. I vullnet popull. Krejt. A do të votoni zoti Simiç? Po vesh propozimin e juaj lidhur me propozimin e lidhjes demokratike të Kosovës për një qeveri të tranzicionit. Dje kam pa qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ajo që ka mund të ju them është se unë e mirëpresh mundësinë e konsultave, cila formullë, cili opcion, tani qëndrimet ndryshojnë. Ju e dini, unë angazhohem për qeveritë të opozitës. Edhe vazhdoj me mbet në këtë qëndrim, pra për qeverinë e opozitës, ndërsa jam i hapur për konsulta në këtë rast me Lidhjen Demokratike, me PDK-n, me partitë parlamentare të opozitës. A keni ndonjë temë tjetër? Çfarë është të pranoni këtë takimin e Abdigjikut, pasi nga të tjerët që folën edhe nga Partia Demokratike, po ashtu edhe Big Berisha nga ta që nuk është e rrugës të ketë një takim të tillë nga LDP-ja. Tani ftesha për konsult nuk ka gjë të keqe, që të konsultohem, mund të konsultohem bilateral, pra aleancë LDK, trilateral me PDK-n, pra nuk e shoh të keqe një ftesë për konsulta për një qeveri, e thash edhe një herë, pa të keqe, unë personalisht angazhohem për qeverinë e opozitës. Po nuk na pengon propozimi i LDK-s për konsulta për opsionin qeverisës në të ardhmen, pra personalisht unë angazhohem për qeverinë e opozitës. Po bjen kjo që jeni të hapur megjithatë edhe për vetëvendosje, nëse jeni të hapur për këtë propozim. Jo, ndryshon, jo sheni, unë deklaroj hapur që angazhohem për qeverinë e opozitës. Është një qëndrim i shprehur edhe me kohë, edhe i argumentuar shumë pse, ndërsa ekziston një dallim, ne kemi autorizuar nënkryetaren tonë, që është edhe shefi i grupit parlamentar, Time Kadriaj, për konsulta me bashkëkryesuesin e seancës, në këtë rast zotin Dahari, edhe zoniushën Sala Jashari, në mënyrë që ta gjejmë zgjidhjen për ngërçin në parlament për konstituimin e kuvendit. Pa nuk ka ndryshim, nuk ndryshon qëndrimi ynë sa i përket qeverisë për qeverinë e opozitës, për shumicën e opozitës, po ashtu nuk na pengon ftesha e LDK-s për konsulta për qeverinë. Zoti Haradinaj, zoti Abdigjikut tha që takimi ka kuptim për qeverinë unifikuese veç nëse marrin pjesë krejt partitë aty. Tash në takim i cili synohet me qenë i përbashkët, duhet të marrë pjesë edhe lëvizja vetëvendosje. A merrni pjesë ju si aleancë në takim ku është në tavolinë edhe LDP-ja? Jo. Faleminderit. Do të sqaroj. Faleminderit. Nëse kemi ende sinjalin në Po, para kamera. Mirëmëngjes, Selina Jana. Selina ja flisni? Po,
Gjithë Lima si e keni parë propozimin e lidhjes demokratike të Kosovës për një qeveri të tranzicionit. A do të merrni pjesë? Edhe Edhe a keni pranuar bëheni ftesë po ashtu? pjesë e një qeverie të tillë në rast se bëhet. Po ta dëshirë që të pjesë me lamë si ta krymë seancën, se edhe është pak u vënum. Të shojmë si përshkojnë në zhvillimit të asat seancë. Ka lëvizje, të shojnë çfarë lëvizje. Nuk do të thotë që gjitha lëvizjet shkojnë në drejtimin që duhet, po megjithatë ka një lëvizje. Edhe nëse kam edhe pëlqimin e juaj, lamë si ta përmendoj seancën e do ta jap. Jo, do të kishim tash pas interesimi shumë i madh, pasi që letra ka dalë që në ora 1. Jo, Edhe thirrja, po ashtu. Për lëvizjet e lidhjes demokratike A ka lëvizje të ka tjera? propozime, si që keni pa, ka pas letra për i pardjet, E keni diskutuar Ka pas së pasaj me komunikim me dy letra. partijakët e juja? ka pas komunikime me letra, dhe ka pas zhvillimit nga dita fundi, kështu që edhe herë me mirë kuptimin e juve, pretem pasi ta Jeni kryej vendosur seancën. ato të shkojnë në takim apo jo? Ja, në takimet që ju kom thënë për fillimit, ne nuk refuzojmë takimet. Jeni pro këtij të Lumir Abdixhikut. Një përgjigje pak më gjatë. Të shpresojmë. Atëherë ndoshet edhe përmendimin tashmë. Pari, do të them që ka informata të jam pa mjaftueshme për me dhënë një qendrim. Natyrë ne jemi njoftuar, na kanë njoftuar zoti Abdixhiku. Dhe pastaj këtë që kemi pas informata është ajo që kemi pa në media përmes jush. Dhe unë besoj që është e pa mjaftueshme informacion për dhënë një qendrim rreth propozimit. Përres, që në ditët vijim, të kemi dhe më të gjithë çka nuk kupton kjo. Ka shumë pyetje që duhet bëhet rreth këtij propozimi për të pasur një qendrim. Ashtu siç duhet politik. Dhe sot, në mungesë të këtyre informacioneve, unë pres ditën e vijim që të marrim informata të shtesë. A keni këtu një letër që i kërkoni këto informacione se çka Jo, s'ka letër, se s'kemi pas letër, komunikim me letër, na kanë njoftuar. Dhe propozuesi pres mbaj hapet. Çfarë informacioni duhet? Pasi na dje në konferencë kemi pyetur zotin Abdixhiku për Shumë pozicione do të, shumë e di që kemi Kur pyetur ka di. thënë që kur të ulemi në tavolinë do t'i diskutojmë. A ka thënë kështu? Për ata do duhet që ky propozim është këto tema janë serioze. Dhe nuk mundeni ju me përmes një prononcimi me dhënë qëndrimin politik pa pas informacione të plota për çka po flitet. Cili është informacioni që i duhet juve? Gjitha. Çfarë do të çka kam menduar. Si është e shumë tema tjera, pyetje tjera që duhet i bë. Ftesë për takim nga zoti Abdixhiku për me diskutuar për propozimin që ka bërë? Besoj që propozuesin duhet ta pyetni nëse fton, a ka çka mund me përgjigjur nëse kemi ftesë, ne do të përgjigjemi me shumë me ndëgju. Po të tjera tash një ai që ka marrë iniciativë. Ideja e një qeverie tranzicionale. Jo dini, ideja ime është edhe në fakt ajo që duhet me qenë është në preferoj që qeveri të shumicës. Qeveri të shumicës. A mund të ndodhë që të ketë qeveri të shumicës? Ka nevojë për një qeveri shumicë, po mund të ndodhë. Sepse ka potencial për të krijuar shumica. Po si do që të jetë, do të shohim rrugët, tani mirë shumë. Është këto. Shumë mirë. Dhe besoj që rrugës do ta shohim si do të shkojnë. S'po mundi me diskutu, se keni pranuar pra asnjë letër, e keni këto afër, diskutimet kështu nuk bëhen. Aha, po të jo na folëm, po them që tash propozuesit besoj që na fton. Nëse na fton, ne do të përgjigjemi kaq. Sikur që kam thënë herën e kaluar, ne do të përgjigjemi ftesave të tilla, të cilat kanë bën përpjekje për gjetur zgjidhje. Jo të gjitha propozimet që janë të zgjidhja, po shumë e rëndësishme që të bisedohet dhe të gjendet një zgjidhje. Edhe herë, ne preferojmë qeveri të shumicës ose shumicë parlamentare. Kosova është në atë nivel tashmë mas sa viteve, mas 20 e sa viteve. Kosova ka votuar, Kosova ka mundësi këtu partitë politike për të ndërtuar një shumicë parlamentare që në kuptojnë edhe qeveritare edhe për të marrë përgjegjësinë për qeverisë vendin. Po sidoqë gjitha propozimet e tavolinë duhet me seriozisht të diskutohen, të trajtohen dhe në fund të japim mendimet. Unë natyrisht do të jap mendimet e mia aty dhe pastaj edhe të ju. Faleminderit shumë. Unë
Kam thënë në vazhdimsi që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës, në mënyrë që pastaj të hapet rruga për formimin e qeverisë, por duket hapur që ende mungon vullneti i opozitës për të dhënë kontributin e tyre që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës. Jemi në një situatë ku ata nuk po marrin pjesë në votim edhe përkundër faktit që gjykimi i gjykatës kushtetuese thekson që deputetët në seancën konstituive duhet të jenë të gjithë pranishëm dhe duhet të votojnë për, kundër ose abstenim. Për mua është, ju lutem vetëm sa ta ndërpres ose ta përfundoj fjalën time. Pra për mua është e paqartë ose i paqartë pozicioni i tyre që fare nuk marrin pjesë në votim për komisionin. Në mënyrë që të vazhdojmë me votimin e fshet, është votim shumë demokratik për shumë pozicione në Republikën e Kosovës, përfshirë këtu edhe presidentin, si me thënë, shfrytëzohet ose parashihet votimi i fshet. Prandaj edhe nuk e kuptoj si pozicion, megjithatë urojmë që të reflektojnë. Sa i përket qëndrimit të LDK-s, pas letrës që i ka drejtuar kryetari i lëvizjes vetëvendosje, mendoj që është e papranueshme që të injorohet vullneti i qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne nuk është që kemi pasur zgjedhje para 2-3 viteve, ne zgjedhjet i kemi pasur në Republikën e Kosovës para 3 muajve. Prandaj ka një tendencë të hapur që ky vullnet i popullit të injorohet. Ju e dini që lëvizja vetëvendosje sot është subjekti më i madh në vend, me mbështetjen më të madhe qytetare, dhe kryeministri Kurti është po ashtu kandidati me më së shumti mbështetje nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Prandaj, kushdo që tenton me injoru këtë vullnet ka gabim dhe kjo fare nuk mendoj që mirë kuptohet nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Faleminderit. I nderuar Dival Basha, pse nuk po përkrahët Albulena Haxhiu për të qenë kryeparlamentare e Kuvendit të Kosovës? Çfarë po ndodh? Kjo është pyetje e mirë, po besoj këtë përgjigje i takon me dhënë opozitës, ose përkatësisht deputetëve që po refuzojnë me votu. Ata e kanë dy probleme që i thojnë në publik, po që asnjëra nuk shndrojnë, e pora thonë se nuk po na pëlqen propozimi, po gjykata kushtetuese ka thonë që na e bëjmë propozimin. Kjo nuk do më thonë që na do të me u morë vesh me ta, për shkak se kemi të drejtë ekskluzive sipas gjykatës kushtetuese. E dyta, ta thojnë se është e zhurmshme përçorse, po zonja Haxhiu ka qenë për 10 vite deputete, s'ka qenë asnjëherë përçorse përveç zhurmën që ka bërë, që ka qenë kundër zajadisës, kundër gjykatës speciale. Kjo vlerë e shtume, do të më qenë arsye shtesë që ata me votu e jo me kundërshtu, kështu që nuk shndron asnjëra prej tyre. Alternativa po besoj kemi ofruar mjaftueshëm, ndesh votim të hapur, ndesh votim të fshet, ndesh koalicion. Po siç po shihet, opozita po refuzon. Këtë rast zoti Abdigjiku ka refuzuar komplet ofertën e kryeministit Kurti, që tregon që ata pa PDK-n s'po mujnë, e po besoj ju do më apo pyetim pse ata pa PDK-n nuk po dojnë. Na me PDK-n kemi refuzuar, kështu që tash vazhdojmë tu të shohim. Mendoni tashmë që në seancën e radhës do të ketë një zgjidhje sa i përket votimit për kryeparlamentare Albulena Haxhiun? Ne po votojmë për. Zhbllokimi ndodh për. Ata që bllokojnë janë ata që po votojnë kundër ose që nuk po marrin pjesë në votim për komisionin zgjedhor. Kështu që nëse ka diçka mundem ju drejtu aty. Faleminderit shumë zotëri Basha. Juve. Zotëri Aradina, para fillimit të seancës së patët një diskutim të shkurt me zotin Abdigjiku, a është diskutuar kjo çështje e bashkëpunimit partijak për tranzicion që ka kërkuar ashtu edhe LDK? Po vazhdimisht diskutojmë me kryetarin Abdigjiku edhe për këto zhvillime në kuvend, për ngërçin që ka mbet, pa disa herë kemë trajtuar këtë çështje. Biseduam edhe për këtë propozimin për konsulta. Edhe e shpjegova farsisht që është ide e mirë me pas konsulta, kuptohet, i kemi disa ndryshime ose dallime në qëndrim, por nuk bën me i mbyll dyert për iniciativat. Çdo iniciativë ka dobinë e vet. Ne mbeshim në qëndrimin që ta ndihmojmë, pra unë dhe Aleanca ndihmojmë qeverinë e opozitës, angazhohem për qeverinë e opozitës, ky është opsioni ynë, po jemi të hapur për konsulta. Ajo që besoj është me rëndësi
është fakti që shifni ne çdo ditë po takohemi ju çdo dytën ditë tu. Mirë po nuk po bisedojmë, nuk po diskutojmë për shumë zhvillime në vend. Sikur se dim s'ka rritje të pagave kohë të gjatë, ka rritje të çmimit të energjisë. Kemi vështirësinë për prodhues vendor, kanë problem me çmimin e energjisë. Janë akumulu shumë tema, shumë probleme në vend. Edhe është e dhimbshme pra që krejta jeta jonë tani sikur se është orientuar te këto diskutimet kush ka boni. Pra ne do të me u kthy në punë, edhe shpresoj që do të gjendet një zgjidhje për ngërçin kuvendit që të kalojmë matutje. Kur mund të zgjidhet ngërçi për tek zotëria Radinaj? Po, ju lutem nëse vërtet është kështu, atëherë më mirë edhe të shkojmë zgjedhje. Besani, nuk është mirë me vanun pa kufi Kosovën. Pra, a janë zgjidhje? Do takoj pastaj zoti Krasniqi sa ata që është i gatshëm për që të takojë. Ju tregova që unë më falni harrova me thonë që unë komunikoj edhe me Memrin Krasniqin rregullisht, me PDK-n, me LDK-n. Me hëndajtën këtu komunikoj me gjithë, me deputet, të rapa atje në bifena keni pa që i flasim një të gjitha partive, kur do që kanë në një kërkesh për takim, thashishtë për i teme, tani e mundësive kohorën një më parë. Zotëria Radinaj, a një këtu si koalicion, qeverisës bashkë me zotërin Limaj, apo se cili lider politik? Pasi pak më herët zotërin Limaj tha që pret një ftesë që me gjasa ndë nuk e ka planuar, a një tirë si grup bashkë, si koalicion? Jo, besoj partit politike veç e tajtojnë këtë situatë. A jeni për që dhe zoti Limaj këtë pjesë e këtyre bisedimeve? Ata që i iniciojnë, ata i bojnë ftesat. Faleminderit. Faleminderit me të mira, po. Miru pafshim.